Edlira Çepan, Jermal Hasimja dhe Florian Haçkaj janë emrat që partitë e opozitës po diskutojnë për kandidatin e Tiranës. Për ta u diskutua këtë të mërkur mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Mundësia. Pas diskutimit palët theksuan dakordësinë që përballë Ogerta Manastirliut të Partisë Socialiste të mos jetë një figure politikanit të konsumuar apo debatuar në vite, por emri të vijë nga personalitetet të shoqërisë civile. Që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët, të unifikojë opozitën në garën për Tiranë. Edhe me emrin, me integritet të plot, i pashantazhueshëm, një model që është totalisht e kundërta e Manastirliut. Kemi dakordsuar për faktin që do duhet gjejmë kandidaturë që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Dhe kemi diskutuar emrat përvetshëm. Opozita ka përjashtuar bojkotin e zgjedhjeve dhe nëse presidenti Begaj firmos zgjedhjet e parakohshme në Tiranë në kohën kur gjykata kushtetuese sipas PD-s ka pezulluar procesin. Megjithatë, Belind Këlliçi vendimin ja la strukturave. Nuk bojkotojmë asnjë proces zgjedhor, por jo vetëm do të jetë objekt diskutimi i forumeve të larta të Partisë Demokratike, por edhe i tryezës së partive aleate. Bisedime informale u bë ditur se po zhvillohen edhe me Endri Shabanin, por pa pasur negociata zyrtare me të.